Mos e shtypni më këtë butonin ansor anash për të bllokuar telefonin. Duke shtypur qindra herë në ditë, erët avon do t'ju prishat. Sot do t'ju tregoj se si ta ndizni me 2 prekje në ekran. Është super e thjeshtë, po para se t'ju tregoj rrugën, lëre një like dhe bëj një follow për të mbështetur punën që bëj çdo ditë për juve. Shkoni direkt te settings dhe lart te kërkimi te search bar, shkruani fjalën double ose prek në shqip. Klikoni te opsioni double tap to lock unlock ose on off, varet si e keni. Në këtë dritare aktivizoni të dyja opsionet që i keni të fikura. Nga ky moment mjafton të perkni 2 herë në një vend të zbrazët në ekran dhe telefoni fiket vetë. E njëjta gjë edhe për ta ndezur. Bëjeni këtë truk para se të jetë shumë vonë dhe të përfundoni rrugëve të serviseve. Nëse kjo video ju bëri punë, mos harroni klikoni butonin share dhe dërgojani shokut që e shtyp butonin sikur luan me PlayStation. Dhe mos haro, futi një follow.